Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. E falenderojmë Allahun, Zotin e botëve, dërgojmë salavate dhe selame mbi të dërguarin e tij besnik, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë pasuesit e tyre në mirësi deri në ditën e gjykimit. E më pas, vërtet prej mëshirës së Allahut ndaj robëve të tij është se u bëri atyre sezona adhurimi. U bëri atyre sezona adhurimi, ku u shumëfishoi shpërblimi i veprës. Pra vepra e mirë në to ka më shumë shpërblim se sa vepra e mirë jashtë tyre. Dhe me këto sezona gëzohet besimtari, i cili dëshiron ahiretin, i cili e synon ahiretin, ashtu siç gëzohen tregtarët me sezonat e tyre. Prej këtyre sezonave janë edhe 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijja. Thot Allahu në Kur'an: "Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah." Vërtet numri i muajve te Allahu është 12 në librin e tij që prej kur i krijoi qiellin dhe tokën. Yawma khalaqa as-samawati wal-ard, që kur e krijoi qiellin dhe tokën. Dhe këto muaj janë muajt hanor. Muaji i parë është muaji Muharram, muaji i dytë është Safar, pastaj Rabiul Awwal, Rabiul Thani, pastaj Jumada al-Ula, Jumada al-Ukhra, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da. Edhe muaji i fundit është Dhul Hijja. Muaji i fundit prej muajve hanor është muaji Dhul Hijja. Dhe ky është muaji në cilin ne jemi tani. Andaj falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala që na mundsoi të arrijmë këto ditë. Dhe këto janë ditë të mëdha, ditë të bekuara, është betuar Allahun to. Thot Allahu: "Wal fajri wa layalin 'ashr, wash shaf'i wal watr, wal layli idha yasr, hal fi dhalika qasamun lidhi hijr." Pasha agimin, pasha 10 natët, pasha çiftin e pasha tekun, pasha natën që ecën e kalon. Valla nuk janë këto betime të mjaftueshme për atë që ka mend. Fjala ati wa layalin 'ashr, pasha 10 natët, është transmetuar nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, i cili ka thënë: janë 10-shja e Dhul-Hijjes. Janë 10-shja e Dhul-Hijjes. Po kështu ka thënë edhe Mujahidi, Qatada edhe të tjerë nga tefsirologët. Pra Allah i lartësuar u betua në to, si madhrim për to, për t'i madhruar ato. Dhe Allahu nuk betohet vetëse në diçka që ka rëndësi. Allahu i lartësuar, ai është Zoti, betohet në çfarë të doj. Ndërsa ne robërit nuk na lejohet betohemi në asgjë tjetër përveç se në Allahun e Madh. Transmetohet nga Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Kush do të betohet, ai që betohet, pra ai që betohet, ose le të betohet në Allahun, ose le të betohet në Allahun, ose le të heshte. Transmeton Buhariu. Ndërsa Tirmidhiu transmeton nga Sa'd ibn Ubejde se Ibn Umeri dëgjoi një person duke thënë: "Jo pasha Ka'ben." Jo pasha Ka'ben. Dhe i tha atij: "Mos u beton dikën tjetër përveç Allahut." Sepse kam dëgjuar pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Men halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashrak." Kush betohet dikën tjetër përveç Allahut ka bërë kufër ose ka bërë shirk. Hadithi është hasan. Pra, nuk na lejohet neve të betohemi vetëse në emrat e Allahut të lartësuar, pasha Allahun, pasha Rahmanin, pasha Razzakun, apo në cilësitë e tij, pasha fuqinë e Allahut, pasha fjalën e Allahut, e kështu me radhë. Kjo sa na përket neve, ndërsa Allahu Zoti jon, ai betohet çfarë të doje. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allahu nuk pyetet, nuk merret llogari se çfarë bën, ndërsa krijesat janë ata që pyeten edhe merren llogari. Wa layalin 'ashr, pasha 10 natët, do të thënë 10-shja e Dhul-Hijjes, 10 ditët e Dhul-Hijjes. Këto është një problematik që i shfaqet disave. Thonë, ju po thoni që është qëllim, janë për qëllim 10 ditët e Dhul-Hijjes, ndërsa në ajet Allah po thot pasha 10 natët, nuk po thot pasha 10 ditët.
Themi nuk ka problematik këtu, sepse është prej metodave të arabëve që kur e përmendin natën e kanë për qëllim ditën, ose përmendin ditën e përfshin edhe natën. Siç ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek Sahih Buhariu se ka thënë: "Men sama yawman fi sabilillah", ai që agjeron një ditë në rrugt të Allahut në xihad, duke qenë në xihad, ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Allahu ja largon fytyrën prej zjarrit 70 pranvera. Është për qëllim 70 vite, jo vetëm 70 pranvera. 70 vite. Po ashtu edhe në gjuhën tonë shqipe kur themi, përdorim këtë kur themi isha në umre dhe qëndrova në Medinë 7 net. Për shembull, ti ke për qëllim që ke qëndruar 7 net dhe 7 ditë. Pra me këtë u kuptua që nuk ka këtu kurfar problemi. Allahu është betuar në 10 netet, ku aty përfshin edhe 10 ditët. Pra 10 ditët edhe 10 netet e Dhul-Hijjes, Allahu është betuar në to. Dhe kjo mjafton për ne që ta dim vlerën e tyre. Po ashtu, prej asaj që tregon për madhështinë e këtyre ditëve, është ajo që ka ardhur nga Ibn Abasi radhiyallahu anhuma, i cili ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr." Nuk ka ditë ku vepra mirë është më e dashur te Allahu se sa në këto 10 ditë. Than, o pejgamberi i Allahut, as gjihadi në rrugt të Allahut? Tha, wala al-jihadu fi sabilillah. Tha, as gjihadi në rrugt të Allahut. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay. Përveç atij personi që ka dalë me veten e tij dhe me pasurinë e tij, edhe nuk është kthy fare me asgjë. Transmeton Buhariu, Tirmidhiu dhe teksti është i tij. Pra, nuk ka dalë përveç një personi, as gjihadi në rrugt të Allahut, tha, përveç një personi që ka dalë me veten e tij dhe me pasurinë e tij dhe nuk është kthy fare me asgjë. Pra, ka vdek dhe i është shpenzuar edhe pasuria. Subhanallah, edhe pse gjihadi në rrugt të Allahut është ibadet i madh, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend se kulmi i islamit, kulmi i krenarisë së islamit është gjihadi në rrugt të Allahut. Po ashtu kur u pyet cila vepër është më e dashur te Allahu, tha namazin kohën e vet. Pastaj tha mirësia ndaj prindërve. Po pastaj tha gjihadi në rrugt të Allahut. Lufta nuk është diçka e lehtë. Mujahidi e ekspozon veten e tij ndaj uris, ndaj etjes, ndaj lodhjes, në shi, në borë, ndaj plagëve, ndaj vdekjes. Megjithë këtë, vepra mirë në 10 ditët e Dhul-Hijjes është më e mirë se sa gjihadi në rrugt të Allahut. Përveç atij që ka dalë në gjihad me pasurinë e tij dhe me veten e tij, dhe nuk është kthy fare, domethënë su kthy as me veten e tij as pasunia e tij su kthy. Ka vdek në rrugt të Allahut. Përveç këtij rasti, është më i mirë se sa ai që bën vepra në Dhul-Hijje, ose është i barabartë me të, siç e kanë përmend dietarët e hadithit. Mirë. Kur fillojnë këto ditë dhe kur përfundojnë? Këto ditë janë nga i pari i muajit Dhul-Hijje deri në të 10-in e muajit Dhul-Hijje, i cila është dita e Bajramit. Pra dita e Bajramit është e 10-a edhe 9 ditë para saj. Pyetja më e rëndësishme. Çfarë ligjësohet me bën këto ditë? Çka është mirë me punun këto ditë? Spari, në këto ditë ligjësohet me bë gjitha veprat që bëhen në ditë të tjera. Veçse kërkohet shtim angazhimi më shumë. Kërkohet prej neve me shtu angazhimin këto ditë, në mënyrë që të shtohen shpërblimet. Edhe së dyti, janë disa vepra të veçanta që janë ligjësuar në këto ditë, sikurse me bëu shumë tekbir, sikurse haxhi, sikurse kurbani, sikurse agjerimi ditës Arafatit në ditën e 9. Do të vinë detajet më poshtë. Ndërsa sa i përket veprave të dobishme, veprave të mira, gjitha veprat të mira që janë të ligjshme në këto ditë,
Kjo është për shkak të fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë: "Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr." Nuk ka ditë ku veprat e mira janë më të dashura te Allah se sa në këto 10 ditë. Pra përgjithësimi i fjalës tij i përfshin gjitha veprat e mira. Andaj ibadeti në to është më i mirë dhe ka më shumë shpërblim dhe është më i dashur te Allahu se sa ibadeti në gjithë kohët e tjera. A ki pati se si tregtarët, biznesmenët, mjeshtrit, ustallarët i mbledhin energjitë e tyre dhe i shtojnë angazhimet e tyre në ditët e sezonave në mënyrë që të ushtohet fitimi, sepse sezonat janë të kufizuara, ecin, kalojnë shpejt. Po kështu edhe besimtari në ibadetin e tij përpiqet, sepse sezonat shumë shpejt përfundojnë. Madje edhe jeta, atëherë jeta është e shkurt, përfundon shpejt. Janë ditë caktuara, siç ka thënë Hasan al-Basri o biri i Ademit, vërtet ti je një copë ditësh, vërtet ti je një grumbull ditësh. Sa herë që shkon një ditë, ka shku një pjesë e jotja. Edhe nëse i pyetëm të moshuarit pleqt që kanë kaluar 60 vite, 70 vite, si të duken këto vite? Thonë si me hyn nga një derë me dal nga dera tjetër. Thotë kujtoj një gjë që ka ndodhur para 50 viteve sikur të ketë ndodhur dje. Allahu i lartësuar ju thot banorëve të zjarrit siç përmendet në surën Mu'minun, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Sa keni qëndruar në tokë, sa vite? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Fas'al al-'adin. Than kemi qëndruar një ditë ose një pjesë ditës. Pyeti ata që numrojnë. Qala illa labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Thot, po keni qëndruar shumë pak. Nëse sikur ta kishit ditë bile. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? A mos mendoni që na ju kena kriju kot pa qëllim? Wa annakum ilayna la turji'un? Dhe se ju të ne nuk do të ktheheni? Fata'ala Allahu al-Maliku al-Haq. I lartësuar është Allahu mbreti i vërtet, sunduesi i vërtet. Pra i lartësuar është, i pastër është Allahu nga ky mendimi juaj i keq që ju ka kriju kot. Që mendoni se ju ka kriju kot. I lartësuar qoftë Allahu, sunduesi i vërtet. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Nuk ka të adhuruar me të drejtë posti, ai është Zoti i Arshit fesnik. Andaj ta shfrytëzojmë kohën para se të pendohemi. Dhe nuk do të bëj dobi pendimi, sepse koha është diçka që nuk kthehet mbrapa, edhe nëse pendohesh për humbjen e saj. Gjëja e parë që duhet bëjmë këto ditë është ta shtojmë angazhimin te farzet. Sepse ka në hadith kutsi, siç e transmeton Abu Huraira nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu ka thënë: "Men 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Kush më armiqson një evlija, një të dashur, i kam shpall atij luftë. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilay mimma aftaradtu alayh." Dhe nuk afrohet robi im te unë me diçka më të dashur se sa me ata çka e kam obligu, çka e kam bo farz. Transmeton Buhariu. Pra farzet, minit gati pikë së pari. Së dyti, duhet më rujt për gjunahave. Më rujt shumë për gjunahave, sepse ne jemi në muajin Dhul Hijja. Dhul Hijja është prej muajve të shenjtë. Thot Allah në Kur'an: "Minha arba'atun hurum." Kur tregon që muaji Hënori ka 12, viti Hënori ka 12 muaj, pastaj thot: "Minha arba'atun hurum." 4 prej tyre janë të shenjtë. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mos i bëni zullum në to vetëve tuaja. Muaji Dhul Hijja ku jemi ne është një ndër muajt e shenjtë. Dhe gjunaha në muajt e shenjtë është më i madh se sa gjunaha në muajt e tjerë. Po ashtu për gjëra që duhet i rrim gati, është të rrim gati hakut krijesës. Të rrim gati hakut krijesës, hakut prindërve, hakut bashkëshortit apo bashkëshortes, evladit, kujshiut, lidhjes farefisnore. Pikë së pari vjen haku i prindit.
Haku I prindit është I madh. Allahu ka radhit më njëherë mas hakut tina. Më njëherë mas hakut Allahut. Thot Allah I lartësuar: "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah." Dhe kur I tha Luqmani birit të tij, duke e këshilluar: "O birim, mos I bëj shirk Allahut. Inna shirka la dhulmun adhim." Vërtet shirku është zullum I madh. "Wa wassayna al-insana biwalidayhi." Dhe këshilluam, porositëm njeriun me prindrit e tij. Shiko, e radhiti porosin për prindin me njëherë mas hakut ti, mas hakut Allahut. Spari po thot mos bo shirk, pastaj po thot e porositëm njeriun me prindrit e tij. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. E barti atë nëna vështirësi pas vështirësie. Wa fisaluhu fi amain. Dhe pastaj gjithënia e tij në 2 vite. Anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Falënderon mu dhe prindrit e tu. Falënderon mu, pastaj prindrit e tu. Dhe të unë do të ktheheni. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm. E nëse ata përpiqen ty me të shti me bo shirk, për shkak ti s'ke kur farë njohurie, fala tuti'huma, mos ju bind. Pra kur ata të thrasin me bo shirk, mos ju bind. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, dhe shoqëroj ata në dunja me të mira. Andaj është fatkeqësi ta shohësh një njeri që është fetar, falet, agjeron, ndërsa kur kthehet te nëna e tij, te babai I tij, ja ngrit zërin, nuk I buzqesh. E gjen se morali I tij është nga moralet më të këqija. Ai nuk e ka kuptuar fen tamam, siç duhet. Se Allahu thot udkhulu fi silmi kafe, hynë në fe tërësisht. Ka thënë në Saadi në tefsir, në të gjitha ligjet e fesë, në të gjitha dispozitat e fesë. Madje disa kur ta këshillosh thot, lëre se ti nuk e njeh baban tim. Nuk e njeh të nënën time. Mirë, ku je ti prej këtij ajeti ku thot Allahu: "O in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm." Nëse ata përpiqen ty me të shtimë mbo shirk, për shkak ti nuk e di, mos ju bind. O sahibhuma fi dunya ma'rufa, dhe shoqnojnë dunja me të mira. A ka gjendje më të keqe se kjo? A ka gjendje më të keqe se ta kesh prindin thirrës për në kufër? Megjithatë, Allahu po na urdhëron mos ta dëgjojmë, mos t'i bindemi në atë të kotën në të cilën na thret, dhe të vazhdojmë mirësjelljen ndaj tyre. Dhe të njëjtën kohë të vazhdojmë mirësjelljen ndaj tyre. Edhe prej këtu kanë thënë disa prej dietarëve që nuk lejohet bojkotimi I prindit, edhe nëse është kafir, edhe nëse është thirrës në kufër. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Al-walidu awsatu abwab al-jannah. Fa in shi'ta fa'di' dhalika al-bab aw ihfadh." Prindi është dera mesme e xhenetit. Disa dietarë kanë shpjeguar, kanë thënë është për qëllim dera më e mirë e xhenetit. Fa in shi'ta fa'di' dhalika al-bab. Andaj nëse don hupe këtë derë, ose nëse don ruje. Kjo është kërcënim, jo sipas dëshirës. Transmeton Tirmidhiu dhe nga Abu Darda, dhe hadithi është sahih. Andaj lutem Allahun të na fal mangësinë tonë kundrejt prindërve tanë dhe të na përmirësoj gjendjen tërësisht. Po ashtu mbajtë lidhjes farefisnore, qoftë me thirrje telefoni nëse s'ke mundësi t'i vizitosh. Ata cilët e ke obligim të mbash lidhjet me ta janë prindrit, dhe këtu hyn baba, nona, edhe gjyshi, gjyshja. Prindrit dhe prindrit e tyre hyn. Prindrit dhe fëmijët e tyre. Pra vëllezërit e tu, motrat e tua, vëllezërit dhe motrat e babës, vëllezërit dhe motrat e nonës. E ke obligim të vizitosh. Po nëse je larg, s'ke mundësi, të paktën t'u bësh telefonat. Po kështu edhe njerëzit e tjerë, përpiqet t'u japësh hakun, secilit që e meriton.
duaja për shkakun e tij. Nëse s'mund t'i bësh mirë, të paktën mos ju bëj keq. Thumma ihtam bis sunan, e më pas angazhohu me sunete, edhe me nafile, sikurse namazi, agjerimi, leximi i Kuranit, sadakaja e të tjerë. Vazhdon thot Allahu në hadithin kutsi që e përmendëm më lart, pasi i përmend farzat thot: "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dhe vazhdon të afrohet robi im te unë me nafile derisa ta dua. E sidomos dhikri në këtë ditë është i kërkuar. Në të aludon fjalë Allahut lartësuar: "Wa yadhkuru isma Allahi fi ayami ma'lumat." Dhe që ta përmendin emrin e Allahut në ditët e caktuara. Wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat. Dhe që ta përmendin emrin e Allahut në ditët e caktuara. Ka thënë Qatada dhe shumë prej mufesirëve, ditët e caktuara janë ditët e Dhulhijhes. Andaj të rrim gati me tasbih, me tahmid, me tahlil, me takbir. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Lana qula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams." Rawahu Muslim. Thot që të them thot subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dhe Allahu akbar është më dashur për mua se sa gjithë dunjaja me çka kanë to. Po ashtu istighfari. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ilumi ai që gjen në fletushkën e tij, domethënë ditën e gjykimit, shumë istighfar. Ilumi ai që gjen në fletushkën e tij shumë istighfar." Po ashtu me bot tekbir shumë në këtë ditë. Është transmetuar nga Ibn Mesudi, nga Abu Huraira, nga Ibn Umeri, nga Salmani. Madje ishin Abu Huraira dhe Ibn Umeri që delnin në tregje edhe bënin tekbir. Kështu fillonin edhe njerëzit të bënin tekbir bashkë me ta. Edhe nuk delnin në treg për diçka tjetër veç se për këtë. Subhanallah. Shiko këtë ambicie të lartë. E përmendin Allahun për vetet e tyre, po edhe i përkujtonin njerëzit, i zgjonin nga gafleti. Nuk e donin xhenetin vetëm për vete, por se e donin hajrin edhe për tjerët. Garonin në hajr, në të mirën. Ndërsa disa prej nesh, e lutim Allah të na fal, nuk kemi të mangët vetëm në përhapjen e hajrit, po jemi të mangët edhe në vetveten tonë, kemi rënë në një gaflet të rënd. Kështu pra duhet jetë besimtari, i mirë në veten e tij, edhe përmirësues i të tjerëve. Wa ahabbu ibadallahi ila Allah anfa'uhum li ibadihi, siç ka në hadith. Dhe më i dashuri për robëve të Allahut te Allahu është ai që është më i dobishëm për robët e tij. E dobi më të madhe t'u japësh robërve se sa t'u përkujtosh Allahun nuk ka. Ndërsa sa i përket formës së tekbirit, se si bënin tekbir sahabët, për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është transmetuar diçka specifike, por se nga veprave e sahabëve është transmetuar që kanë thënë Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pra dy herë Allahu akbar. Po ashtu është transmetuar edhe me 3. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Po ashtu ka ardhur edhe Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. E kush nuk i din këto përmendsh, nuk ka problem edhe vetëm thot Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, arrihet qëllimi. Në Ramazan, për shembull, njerëzit janë aktiv, sepse e dinë vlerën e Ramazanit, dhe janë ditë numëruara, 30 ditë, shkojnë shpejt. Ndërsa në ditët e Dhulhijhes, vrejmë që njerëzit janë në gaflet, në pakujdesi. Ndoshta shkaku i kësaj mund të kthehet tek ignoranca apo tek mungesa e ndërgjegjësimit. Andaj ne duhet të përkujtojmë robët e Allahut për vlerën e këtyre ditëve, në shtëpitë tonë, në punën tonë, me shokët tonë dhe kudo që jemi. Dhe u përkujtoj një rregull e cilën e kanë përmendur dietarët, se ibadeti në kohën apo në vendin
e gafletit i shtohet shpërblimi. Ibadeti që bëhet në kohën e gafletit, kur njerëzit janë në gaflet, nuk e përmendin Allahun shumë në ato kohë, ose në ato ditë, shumë fishohet shpërblimi, rritet shpërblimi. Dhe prej veprave që bëhen në këtë kohë, në këto ditë, është haxhi. Haxhi është shtylla e pestë e Islamit. Obligohet për njeriu një herë në jetë, për atë që ka mundësi. Obligohet për muslimanin një herë në jetë, për atë që ka mundësi, dhe është shtylla e pestë e Islamit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haxhi i pranuar s'ka tjetër shpërblim veç se xhennetin. Po ashtu ka thonë, men hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kayama waladatu ummuh. Transmeton Buhari. Kush bën haxh për Allahun, kush shkon Kabe për Allahun, dhe nuk shan, nuk bën të këqija, kthehet sikur se në ditë që ka lind nëna. Po ashtu prej tjerave të rëndësishme në këto ditë është dita e 9, dita e Arafatit, që është dita e 9 nga këto 10 ditë të Dhulhijhes. Dita e Arafatit është një ndër shtyllat e haxhit, për shkak të pozitës që ka te Allahu. Haxhilerët në këtë ditë qëndrojnë në Arafat, te kodra e Arafatit, që ta kryejnë njërin nga shtyllat e haxhit, madje është shtylla kryesore e haxhit. Dita e Arafatit është dita ku Allahu ka plotësuar fen dhe ka zbrit pejgamberi i tij ka zbrit ajetin ku thot el-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot u plotësova juve fen. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe u plotësova mirësitë dhe dhuntitë mia ndaj jush. Wa raditu bikumul islam dina. Dhe jam i kënaqur që Islami të jetë fe për ju. Fe për ju. Fe juja. Andaj është preferohet që haxhiu të angazhohet në këtë ditë me dua, me lutje. Nga sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë ditë që qëndroi në Arafat prej kohës drekës deri në perëndim diellit, nuk është angazhuar me asgjë tjetër veçse me dua. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a'i du'a'u Arafa. Duaja më e mirë është duaja e Arafatit. Ndërsa ai që s'është haxhi angazhohet me dua dhe për të shtohet edhe një ibadet tjetër. Është e preferuar të agjeroj atë ditë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, siyamu Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu wa as-sana allati ba'dahu. Agjerimi i Arafatit shpresoj që Allahu me to të shlyj gjunat e vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Transmeton Muslimi. Ndërsa ai që është haxhi nuk e agjeron këtë ditë, në mënyrë që të jetë i fortë për ibadet, për dua. Në ditën e 10 preferohet thirrja e kurbanit. Është prej sunetit Ibrahimit alayhis salam dhe prej sunetit pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E therr delën ose e therr dhin ose e therr një lop ose një deve. Nëse e therr delën është kur që të ketë të paktën 6 muaj e sipër. Ndërsa dhia duhet të ketë 1 vit e sipër. Lopa 2 vite dhe deveja 5 vite e më shumë. Një dele i mjafton një personit dhe familjes së tij. Një personit dhe shtëpisë së tij, ai që banon me të. Apo nëse është njëri që banon prindin ka të parë, fëmiu banon ka të dytë apo ka të tretë, apo një banesë të veçantë, por se hajnë bashk, hanë e pinë bashk, e kanë një darën bashk, atëherë ju mjafton i përfshin një kurban, një dele. Ndërsa te lopa apo te deveja lejohet që të futen 7 persona me familjet e tyre.
deri në 7 persona. Dhe duhet pasur kujdes te kurbani që mos jetë me tmeta, mos jetë delja e verbër, apo të qaloj, të tapalloj, apo ta ketë bririn e thyrë, apo veshin e këputur. Dërsa sa i përket kohës së therrjes së kurbanit, ajo është dita e Bajramit dhe 3 ditë mbrapa. Dita e Bajramit dhe 3 ditë mbrapa, pra fillon nga momenti ku falet namazi i Bajramit. Pra prej momenti që falet Bajrami, mund ta therrësh delen ditën e Bajramit dhe 3 ditë mbrapa, por se është mirë të therrën ditën e Bajramit, sepse është dita 10 e Dhulhixhes, në mënyrë që të arrish shpërblimin e veprave të shumëfishuara në to. Dhe një gjë është sunet për ato që e bën jetë të therr kurbanin, që mos të marrë nga thonjtë e tij dhe nga flokët e tij dhe nga qimet e trupit të tij asgjë, prej ditës së parë të Dhulhixhes derisa ta therr kurbanin. Po ai që ka heq thonjtë apo ka heq nga qimet e trupit të tij, a do thotë kjo që bie kurbani? Jo, kurbani nuk bie. Por se kërkon falje Allahut për atë që ke bërë, kurbanin do ta therrësh prapse prap. Ose nuk e ka pas niyet personi të therr kurban sepse si ka pas mundësit. Pastaj një ditë apo 2 para Bajramit i vjen mundësi të therr kurban, themi nga ai moment që të kanë ardhur mundësi dhe ke bën niyet ta therrësh kurbanin, mos prej thonjtë dhe mos i heq qimet nga trupi derisa ta therrësh kurbanin. Kjo ishte, Allahu di më së miri. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina wa sallam.